Tung, unë jam Gjençala, themeluesi GS Consulting edhe partner në Sui Generis, gjithashtu jam folës kryesisht për tregun e punës, bizneset edhe çështjet që kanë bojnë me punën edhe punësimin. Sot i kena marrë disa pyetje fenomenale që kena mi u përgjigj së bashku edhe me diskutu për to. Pinokjo e ka bën një pyetje shumë interesant. A është okej me rrejt pak në CV? Mund kisha me thonë jo, për arsye se nuk ekziston vetë një rrën e vogël. Nëse po folim në aspektin e eksperiencës, aspektin e arritjeve tua, një rrën nuk është vetë një rrën, po është bajagi një kamuflim i asaj që ti nuk e ke bo. Edhe kjo shumë lehtë vret gjatë intervistës, ku edhe mund është menjëherë mu penalizu pe kësaj. Përndryshe gjatë intervistës, nëse rekrutuesi është i mirë ose intervistuesi këtë rast, definitivisht ka me të bëu pyetje më të thella për ato, edhe masnej mund është me u vrejt. Qa mundemi me bo është po, mundemi pak me zbukuru pjesën e CV-s ose pak me zbukuru detajet, po jo me shku deri në pikën ku dalim në gjana të pavërteta. Kjo realisht të penalizon edhe nëse për ndonjë arsye ose me bingo e ki fitu vendin e punës, për shkak që në momentin e parë që hen në punë, mrena 2 javë ose 3 javë, definitivisht që ko mu vrejt që ajo çka e ki folë ose çka e ki shit në intervist, nuk po përkon me ato çka i në vendin e punës. Vendin tem, definitivisht ishe largu fatkeqësisht prej punës, edhe kjo kish reflektu shumë keq në reputacionin ta. E tash pyetja e famshme që përndryshe neve na bëhet çdo trajnim, Jehona ka bu pyetjen CV-na me vendos me fotot profilit apo pa. Përgjigjja profesionale në këtë rast është në shumicën e rasteve pa fotografi. Vetëm në ato raste ku fotografia kërkohet nëse po aplikon në institucione shtetërore ose diçka të tillë. Arsyeja është pse pa foto, për arsye se jo gjithmonë rekrutuesi ose intervistuesi në këtë rast din me qenë në nivelin profesional ku na po kërkojna, po prap na jemi edhe njerëz, edhe ka një herë në momentin e parë kur një person e merr dhe shes CV-n tane, mundet me u ndiku, domethënë ose për mirë ose për keq, që me gjyku ose para gjyku CV-n ose eksperiencën tane me fotografi. Në këtë rast, dukja nuk është me rëndësi, është me rëndësi eksperienca jote, njohuritë tua dhe të tjera. Kështu që në këtë rast gjithmonë është më mirë me largu foton për arsye që me ram pa dija jote, eksperienca jote që ti e ki, që është pjesa më e rëndësishme. Po, është më rëndësi edhe me cek që edhe disa kompani e bojnë këtë gabim ku masnej e marrin personin e gabum për funksionin e gabum. E masnej kjo i shërben në dëm të dyjave. Kështu në qëfëse je person të apliku për punë, kisha me sugjeru pa foto, në qëfëse je rekrutus, edhe ki si vindor, e merë që ta, e që gishtin, do më thonë foto, nuk e këshirë foton, ose thirë që se e kin digital, mësa e synë nësë me këshirë foton, këshirë eksperiencen, e masnej më nësh fotografin me këshirë që thujnë ana, veç për sy e faqe. Edhe andi e ka bu një pyetje fenomenale, kur pyesin pse po dën me punu këto, më i mi thonë, kam nevojë veç për pare, pse do të me filozofu? Po, definitivisht është pyetje shumë e mirë edhe po nuk kena nevojë me filozofu, edhe unë po du me sqaru veç pak këtë pjesë, definitivisht është çast bazike. Dhe më thonë, në esencën e logjikës të biznesit, biznesi ekziston veç për një arsye, me qenë profitabil, dhe më thonë, me bo pare. Punëtori kur të aplikon për një punë, logjika, dhe më thonë, thelbi i kësaj është që ai po punon për një kompenzim financiar. Edhe definitivisht është që ka që thjesht, nuk ka nevojë me u kompliku, edhe nuk ka nevojë me u bu as tabu e as me qenë marrë me folë këtë pjesë. Po, të jenë edhe disa shtresa pak ma të fella, ose pjesomën e disa ngjyra ekstra, për cilat nuk është bardhëzi. Për shkak që edhe pse biznesi në shumicën e rasteve ekziston veç me qenë profitabil, shumë biznese angazhohen shumë për me bo të mira dhe për shoqërinë. Angazhohen në punë vullnetare, angazhohen në aktivitete filantropike, bojnë aktivitete për cilat e zhvillojnë tregun e punës, e zhvillojnë punëtorët, hapin konkurse vetëm dhe vetëm me kriju internshipa dhe të tjera. Këto keqen shpenzime për kompaninë. Kurse, për aspektin e një personi ose një punëtori këtë rast, çka nëse ti e ki pasion një punë?
është një shtresë tjetër ku pasioni, dashuria për profesionin, gjithashtu është një faktor shumë i rëndësishëm që hen në këtë farë ekuacioni. Tash po du me ndërlidh me pjesën e intervistës. Është shumë okej në qëtë se bashkëbiseda kur të bëhet gjatë intervistës me thonë që është një interes financiar edhe për ty edhe për mu, edhe na bëdojna me arrit qëllimet bashkë, edhe kur gjë nuk ka të keqe. Por, pse një intervistus dënë me insistu që me ditë pse kja pjin ku kitë vend punës, ose me të bu pyetje ma t'fela, është për arsye se po do me pa a e kisha pjesën e pasionit, e dashurisë për punën ti që kjo ardhë në qitë intervist. Për shkak që dihet, personat që dojnë punën e kam pasion e profesion, ata gjithmonë kanë tendenca me qenë performues më të mirë, edhe me qenë arritës më të lartë se pala tjetër. Kështu që e ka një logjik ky bashkëbisedim gjatë intervistës, po është shumë e rëndësishme që edhe ju me ditë se ku po qëndroni në atë aspektin e interesave t'juj. Që se pa aplikon për një punë se veç po do mi bo do pare edhe më shumë pushim, kur gjithë keqe s'ka, përderisa je korrekt, edhe keni përfitim të përbashkët. Po nëse e ki, edhe atë pjesën e ngjyrave të tjera, ajo është edhe më mirë se zhvillohesh, mëson, edhe kemi kriju një karrierë afatgjatë. Edhe përndryshe, kurdo që thotë që parët nuk kanë rëndësi, bashkë ai person ka shumë pare edhe nuk bëhet marrë akkurat punë. Tash e kena një pyetje tjetër prej Elbës, nëse kalon më shumë se një javë mas intervistës, a bën më shkrujt? Po, absolutisht bën më shkrujt. Mundën me kalu 4-5 ditë ose edhe një javë, edhe çka mundesh me bu është më shënu një email, kështu si email për cels follow-up që i thojmë, çka mundesh më shënu është përshëndetje, jam Filan Visteku që kam aplikuar pozitën XY, unë mbetëm alo interesuar për këtë pozitë, kështu që vetëm deshta me ditë se ku ka mbet progresi i proceset të rekrutimit. Kështu që një mesazh i tillë edhe tregon interesimin, po edhe ti informohesh me ato qese ku po mbetet, domethënë, procesi. Kjo gjithmonë është me rëndësi që gjatë intervistës me marrë një email, kontakt, edhe gjithashtu me diskutu se parafërsisht kur pritet intervistuesi më ju lajmëru juve. Edhe gjithashtu për pjesën e kompanisë. Mos komunikimi ose mos njoftimi kandidatëve me kohë ose qysh na i thojna me la njerën vjerë, definitivisht tregon mos profesionalizëm edhe mos respekt ndaj kandidatëve. Kështu që mos pritni që reklama për juve si pëndhënës ose që quajmë na employer branding, ka me qenë e mirë. Andaj ju sugjeroj që gjithmonë qoftë përgjigje po, ju ose që ndodh e kuptoj zgjatët procesi i rekrutimit pak më gjatë se që ju e keni menu, atëherë është shumë okej që me dërgu një email të këtë kandidat edhe mi thonë që vetëm dashtë me ju siguru që halo jemi në proces edhe halo nuk e kemi marrë një vendim, kështu që veç keni pak edhe dërim ose sabër. E tash Fatjoni është ka nashtin të lashëv ka pak, me pyetjen që qysh është mënyra më e mirë me lyp me marrit shefi rrogën. E kom një teknik, po nuk kom e kon shumë e lehtë. Fillimisht qite veten në pozitën e kundërt. Ti je shefi, edhe po vjen një punëtor edhe po ta lyp ngritjen e pagës. A e kishe rrit vetës pagën? Qëse po, argumentoj pse. Nëse jo, argumentoj apet pse. Tash pse po them këtë sa? Për eksperiencës në shumicën e rasteve, këto takime bëhen pak si pa plan, edhe zakonisht vinë, domethënë, pa ndonjë arsyetim të veçantë. Domethënë, unë veç erdha në takim edhe po menej veç pse jam të e bu punën mirë, mu do të me marrit pagën. Po do vetëm me sqaru një gjë. Në momentin kur ju e bëni një marrëveshje të punës, marrëveshja e punës nuk kupton që ti paguhesh për me bu punën mirë. Pse për bon punën mirë nuk do të thotë me automatizëm që do të më të ngrit paga. Tash prap nuk po them që nuk doni me bu. Pse? Se në çdo vend të punës, nëse ju e keni performancën të jashtëzakonshme, jeni të i pru vlerë kompanisë, edhe me argumentu pse ju me të vërtet e meritoni çfarë ngritjet pagës, atëherë veç doni me bu pak me një lloj procesi. Fillimisht mundeni më shënu shumicën e kohës WhatsApp, po mundeni edhe një email me dërgu, edhe me kërku një takim, edhe cekne, ju lutem cekne arsyeën e takimit, nuk është kur gjë keq. Përshëndetje shefi dashur, pa pjesën e dashur, edhe i thoni që kisha dashur me bu një takim, arsyeja e takimit është me diskutu pjesën e pagës tem, shpresoj që keni me gjetë kohë këtë javë ose javën tjetër që na të bojna një diskutim të përbashkët. Mos e merrni me armiqësi, mos e merrni domethënë pjesën që gjithçysh duhet më bu
ose ngrit ma pagën, ose në pila punën. Le të jetë bashkëbisedim. Vendosi argumentet e tua, në anën tjetër gjithashtu bëhet bashkëbisedim, përgatituni për përgjigje, po përgatituni edhe për përgjigje jo. Në njëjtën kohë, sugjerimi jam është, në qoftë se është përgjigja jo dhe argumentet qëndrojnë pavarësisht apo të pëlqejnë ty apo jo, mos e bë zgjidhje me thonë apo atëherë unë thash më njëherë ko me lën punën. Kjo nuk reflekton mirë edhe nuk tregon pjekuni profesionale për anës juaj. Jepjani kohës, diskutojeni me shefin, drejtorin, menaxherin e juaj, çka dona pra, unë me bëu atutje në mënyrë që unë me mri pagën ku unë po du. Gjithçka është bashkëbisedim, gjithçka është e dyanshme edhe mendoj që mënyra e mirëfillt është kjo për ju me arrit ato çapo doni. Pyetja e radhës është prej Oltës, edhe Olta ka pyet, a do gjithë me bëu pyetje në fund të intervistës? Jo. Nuk do të me bëjë gjithmonë pyetje në fund të intervistës, edhe pse të gjitha artikujt e ChatGPT-ja e shumë të tjera po na thonë që patjetër do të me bëj. Jo, nëse për një nuk keni pyetje edhe të kanë sqaruar gjitha gjanat shumë mirë, atëherë mundeni me vazhdu matutje edhe me prit një përgjigje prej punëdhënësit. Po çka unë ju sugjeroj është që para se me shku në intervistë, ju me i përgatit 2 ose 3 pyetje për cilat juve kanë një shërby shumë që me mësu edhe për punëdhënësin, po edhe për interesat e juja. Shembull, ju mundeni me pyet se çka cilësojmë sukses ose çka prit me arrit në periudha 3 deri në 6 muaj kur në të marr punën. Pse? Se kjo është më rëndësi me di çka ki me u fokusu dhe çka ka me qenë prioritet për ty. Mundesh me pyet çka ka ndodhur me personin që ka qenë këtë pozitë. Është pozitë e re, a jem të zavendësuar dikon edhe çka ka ndodhur. Është shumë normale me pyet edhe për këtë pjesë. Dhe të tjera, që nuk kupton pyetje për performancën, pyetje që mundet me të interesu ty për ambientin, vendin e punës, unë gjithmonë e ceki. Intervista është rrugë e dyamshme. Intervistuesi po mundohet me të njoftu ty, po edhe ju doni me njoftu intervistuesin, në këtë rast që nuk kupton kompaninë. Kështu që pe aspektet të punëdhënësit, gjithashtu ata duhen mu përgatit që kandidati me ju bo pak pyetje të vështira, edhe me qenë shumë të hapën që me jep përgjigjet sa ma transparente. Ata intervistues që në momentin e parë që ju bën pyetje edhe me njëra carohen ose sikletavën ose të këshyrin pak me arrogancë, definitivisht ose nuk janë intervistues profesional ose ka diçka që të na i thojmë pivjenera që asoj kompanisë që ju duni më rujt pyetjen. Fanoli ka bën një pyetje më spec. Pse shefa në Kosovë shkrujnë mas orarit edhe vikendeve pa kur fa respekti edhe për kohë personale? Pyetje jashtëzakonisht e mirë. Tash, kur ta thënë që ta, mos u bë nervoz, gjen deri në fund, të lutem, edhe ke me kuptu pse po e thënë çta. Fillimisht nuk ka kur gjë keq që me çujt shefi mas orarit punës. Tash, veç po du pak me kthy atë anën tjetër të medaljes. Kur po folim për një shef, po nënkuptoj menaxher, CEO, pronar të kompanisë e tjera, ku në shumicën e rasteve, një pronar i kompanisë nuk ka orar të punës. Ai mundet me punu 9 mëngjes, 8 mëngjes, deri në 8, 9, 10 mramje. Tash, në disa fazë ose në disa momente të caktume, ata mund me qenë të shkruaj diçka, të punu diçka, të e bëni një plan strategjik që do lidhet ndoshta edhe me juve, ose thjesht pju vi një informat që është e rëndësishme ndoshta jo aty për aty, po nuk po don me lënë që me harru ato. Edhe në çat moment, po supozojna në ora 8 mramje, po ta shënon një mesazh. Tash, nëse ky mesazh është i mirëfillt që thot, hey Gent, po më duhet një informat, nuk është patjetër sot me u përgjigj, po mundesh edhe nesër mëngjes, po kurdo nesër ma dërgon këtë info se po më duhet për XY. Edhe kjo për shembull është shumë okay edhe është shumë respektuese edhe është shumë normale nëse ndodhin gjëra të tilla. Po, nëse kjo ndodh në baza ditore ose çnon 11, 12, 1 natës, definitivisht nuk mendoj që është okay, edhe gjithashtu nëse ky person pret që në çdo moment mas orës 5 ti më u përgjigj aty për aty ose fillon një farë presioni, kjo është një çështje toksike për cilën ju doni definitivisht me vendos disa kufi. Që ti mundesh herën e parë që i thëmë na mos me këqym njerës si kënës, po herën e parë i thu që po tash pa tjetër ta dërgoj çka do që po dohet, se jam shpejt për momentin, po të lutem që në rastet e tjera për mrena mundësive që çka do që ka kërkesa, me i përfundu gjatë orarit punës, se gjithashtu edhe koha jam është shumë e vlerë, edhe po më do të me ja kushtu familjes ose diçka tjetër.
Para po du me cek që gjithmonë du të me qenë një bashkëbisedim i mirë fillt, edhe jo me njëherë me kryu një armitsi për diçka që nuk ka nevoj me kryu armitsi. Mos harrojna, fleksibiliteti shkon në dy anët. Dafi. Dafi u bë preferu me emë në qëtë pyetje. Ka pyet, a më ju të regu që jem shtatzon në intervist, apo masit pranona në punë? Qaj të full bre Daf. Po do me im punë, veç për me përfitu pej kompenzimit, pej pushimit Leonisa, që nuk po më doket bashkëfer, po, gjithmonë është dy anët. Unë e di që ka pas shumë keq përdorime pej shumë kompanive për shumë vjetë, ku në momentin e parë, ku një person ka punu 5 vjetë, 3 vjetë, 10 vjetë, momentin e parë që kanë njëftu që është atë zonë e kanë largu pej punës. Kjo është absolut keq. Është shumë jo fair ndaj këtij personi, edhe ndaj familjes tëne. Edhe për këtë arsye edhe inspektorati ka marrë masa trepta dhe vazhdo me marrë masa trepta që mos me leju këto gjana për me ndodhë. Unë jam për me i dënu këta biznese edhe jam për me u përmirësu ky fenomen pej bizneseve fillimisht. Por, kjo nuk duhet mu keq përdor edhe pe anës të punëtorëve, për arsye se që shtu e humbën besimin ndaj njëri tjetrit. Kjo është keq shfrytëzim. Është pe gjej një mundësi, pe shfrytëzoj, kështu që punë e madhe. Unë e një biznese për cilat sa po kanë fillu, e kanë marrë një projekt, kanë qëllimet mira, e kanë shumë stafin e mirë, edhe ka ardhur një person, edhe ka provu, edhe ka bu këtë gjë, edhe thjesht e ka dëmtu biznesin. Kjo është keq edhe për juve, në aspekt në reputacionit, jena vend i vogël, flitën gjanat, po gjithashtu është keq edhe për biznesin me dëmtu në këtë formë. Sugjerimi jam, mundesh me fol gjatë intervistës, definitivisht 99% kanë me të refuzu, po ndoshta është ma mirë me u refuzu, edhe ndoshta 20 intervista, po në qëfë se arrin në intervistën e 21, kemi hasë me një punëdhënës që thot, po ta kuptoj rastin, prap, mu po më pëlqen CV-ja jote, po më pëlqen eksperienca jote, po më pëlqen çka unë po shoh pej atributeve tua. Këtë rast, unë po du me të punësu, s'ka lidhje që je afër pushimit të Leonis, kur dhe që kthehesh, hajde e ki derën qetë. Ky punëdhënës është i drejtë edhe ky punëdhënës është një ndoshta në 1000, po ka të tillë. Kështu që ma mirë është me kërku punëdhënësin e tillë që është korrekt, po për me bo këtë gjë, edhe ju duhet me qenë korrekt. Mrika e ka bu pyetjen në mënyra ma profesionale me thonë se bëj se kjo nuk është punë e emja. Shumë shpesh e ndëgjojnë as tonë vendin e punës, pak në komunë, po edhe kompani private. E ndëgjojnë për arsye se instinkti pari joni është me refuzu diçka që nuk po përkon me neve. Na i kem disa detyra për cilat na i kem një përgjegjësi për me bo, edhe momentin e parë kur na ofrohet një punë, instinkti jonë është me thonë që m'fal, kjo nuk o punë e emja, kryesisht se unë nuk po paguna ekstra për to, kështu që bëlli kom çdo punë të mia e tjera. Edhe kuptoj, keni plotësisht të drejtë. Po prap edhe këtu janë disa shtresa për cilat nuk është veç bardhëzi. Çka është një anë? Pjesa ku unë gjithmonë e ceki që nëse të ofrohet një detyrë, sa do e vogël, sa do e madhe, që nuk i ki bu më herët, kjo është një mundësi që ti me mësu shto. Tash mos më keq kuptoni, që se po të vinë që thojmë na detyra të reja çdo ditë si pi xhenetit edhe ti po ngarkohesh shumë, kjo është diçka për cilën lyp diskutim me menaxherin e juaj dhe më thonë që unë një herë e bona, e boj edhe 2 herë, unë jam kito për me ndihmu kompaninë, por nuk është diçka që ne muj me vazhdu me bu ma të qepë, pse se kjo po ndikon në prioritetet e mia, po ndikon në deadline-at, afatet e tjera që i kam, e kështu me radhë. Kështu që do të prapë mi vendos disa kufi. Por, gjithmonë, shikojeni si diçka që gjithashtu mundi me mësu pe asaj çka se keni bu më herët. E pjesa tjetër që mund të ndëgjej shumë shpesh, po detyra jotja është me shku edhe me marr letrën pe printerit, për atë tjetër që ti ke printu, se na nuk mundna me punësu dikon që veç i merr dhe i ban letrat të printerit. A mundet kjo më të vendos në kontratë ose në përshkrim të punës? Jo. Kështu që ka detyra të cilat na i quajmë detyra të pashkruara, po janë pjesë e procesit ose linjës të funksionit të. Që nën kupton që edhe pjesë e funksionit tonë është ka njerë minimu kolegot. Pse? Se funksioni jëtë dikton që kompania du të me pas sukses, se në që se kompania nuk ka sukses, na ketë mesën pa punë. Që ka njerë
sa do pak me lanë këtë pjesën ana që jo vëlla unë e bëj veç qëta dhe unë nuk mila me kurrë tjetër, edhe veç një 10% me i hap durt edhe me thonë po, unë e pranoj edhe pak për te asoj çka unë kam përmbrana kornizave të përshkrimit punës tem, po i di edhe kufit e mi. Pak balans. Një pyetje tjetër shumë e mirë për lumit, qysh me jep kritika. Kena ndëgju shumë herë, ka metoda, teknika, kjo metoda se mi që thuja një gjatë mirë, tani jepja shuplakën, tani thuja edhe një gjatë mirë tjetër që pak me marrë me gbutë me të mirë. Po, është një teknik, personalisht mendoj që në shumicën e rasteve është një fjalë anglisht, nuk e dia përdorëm na, po që thonë don't sugarcoat it, me demek mos e amëlso shumë. Pse se që kjo neve pak po na paranojavë që na nuk dumi me jep kritika. Kritika ka një qëllim të caktuar. Ti me u bo ma i mirë, përmes një komenti që me përjepi. Kritika në esencë është diçka shumë pozitive, po për shkak që kërkush nuk ka qef me një kritik, se ka të bëj pak me egën ton, neve na vjen se diçka e keqe. Tash, kritika gjithmonë do të me kanë e qartë, për çka po kritikosh, edhe mi tregu edhe hapat çka don ti me ndërmarr me ato tje. Edhe të lutem, kurse që të jepsh atë kritik, ju lutem në privatësi, jo para të gjithëve. Nuk është e hishme, e bën personin me u ndje keq, kështu që kritikën gjithmonë në privatësi. Tash, pjesa tjetër është që edhe qysh po e pranon kritikën. Në shumicën e rasteve na kena tendencë përsëris prap me kthy si kënës, po ju lutem që kritikën kur të merrni përpunojeni, nuk ka nevojë gjithçysh me thoni fjalë, çka mundeni me thonë është që okay, ju kuptoj, lem një pak kohë të përpunoj, të procesoj këto që me keni thonë ju, edhe unë e kom e provu që marrë me një zgjidhje tjetër ose një alternativë tjetër. Kështu që pjesa e kritikës ka për qëllim neve me na bu më të mirë, nuk ka nevojë me sillë, me pështill gjanat, thujeni direkt, gjithmonë me respekt, gjithmonë me pozitivitet, jo të kesh, po me një qasje pozitive, edhe kjo të bën edhe ty më të mirë që po jep kritikën, edhe ai personi që po e merr. E tash po kthehemi apet te shefat. Elira ka bu pyetjen, ku dallohet shefi i mirë? Çaj që na blim picat premte. Muna me diskutu shumë që konzervojnë a shef të mirë dhe s'ka jo, po shefi i mirë nuk është qaj i mirë, veç në qësë është i dashtë, në është të bushesh do më thonë gjatë gjithë kohës. Kryesisht që e cilësën një shef të mirë, është qartësia që ai e jep edhe si shef, lider, menaxher, çka do që jena të folë, në detyrat, në pritshmëritë dhe të tjera. Një shef i mirë është një fjalë që thot gjithmonë është i parashikueshëm. Nuk vjen një ditë me një disponim të mirë, e një ditë në kratë majtë, e një ditë kratë djathtë, po gjithmonë mund është me prit pitina një aspekt neutral. Në momentin që një shef i mirë, këtë rast specifikum, t'i jep detyrat me qartësi, t'i tregon pritjet, çka po pres ose çka e cilësoj këtë detyrë të përfundume, diskutohen domethënë të gjitha problemet për dy palëve, kuptohet që kjo është çka e bën domethënë një person me aftësi menaxheriale të mira si shef. Tash është edhe një test që shumë shpesh përdoret që thot për me pa a je shef i mirë ajo, mos shkon një javë në punë, edhe këshira apo përformon ekipa ma mirë apo ma keq. Shumë shefa unë e di që krijojnë varësi të vetja, se dojnë me një vetëm ose shumë të pazavencueshëm, ose kanë tipare toksike për cilën ata dojnë me kriju varësi në çdo moment që kjo lidhet edhe me pjesën e mikromenaxhimit. Në momentin e parë që një shef e krijon lidhjen e besimit edhe ta lën hapësinë ty për me bu punën mirë, çaj është personi që fiton pikë pozitive edhe gjithashtu pjesa e punës e jotja bëhet edhe më e mirë. Nuk ka kur gjë keq nëse ju japni edhe ndaj këshill në herë e shefit pak në mënyrë sportive, jo me metodën e sandviçit, që edhe ai ndoshta më u përmirësu në aftësitë menaxheriale të vetat. Pyetja e radhës është prej Fluturës, qysh me menaxhu punëtorë që japin vetëm arsyetime e kur zgjidhje. Së pari do të me dallu a nuk den, a nuk mundet, apo nuk po don. Qëse nuk den, zgjidhja është e lehtë, trajnoje. Qëse nuk mundet, ndihmoje me i largu që ato pengesa ose me ja jep resurset. E nëse nuk don,
qëto kena pak një problem, po jo, nuk është zgjidhja me njerë largë e pi punës. Gjithmonë do të me diskutu pse nuk po donë. Cila është, domethënë, që ajo pengesa kryesisht personale që po e pengon me mri, domethënë, performancën e punës. Po çka është edhe shumë e rëndësishme me ditë është që asnjëherë nuk duhet gjithmonë me zgjidh problemet për këta persona, për arsye se kjo masnej e krijon një farë mësimi që hajde ti me probleme e unë keq po t'i bëj zgjidhjet. Personi cili është i thirrur për çat punë dhe është kompetent për çat punë, do të m'ia jap të gjitha mjetet, të gjitha mundësitë që me zgjidh problemin, po dush m'ja besu, dush m'ja lënë dush lirë, po që thënë të na, dush pak me lënë edhe me hjek në sensin jo të keq, që qaj person në zgjidh problemin edhe me u bo performuesi mirë i punës. Pëlqimi është kam pëlqen, se ka bo një pyetje tepër të mirë, a me pranu një punë me titull ma të mirë, po rrogë ma të vogël, a pozit ma të olt e rrogë ma të madhe. Unë nuk isha thonë gjithçysh me vendos mes njënës ose tjetrës, po prap i ki dy trajektore. E para është që është e rëndësishme për ty. Është e rëndësishme që me pas një titull të punës, ku kryesisht mundesh me i thonë familjes edhe shoqënisë që çfarë pozite kam, ose në disa raste kjo pozitë me i hap disa dyrë të tjera për ty. Po, në anën tjetër është që sa janë të rëndësishme të ardhunat financiare për ty. Ka raste ku disa persona e ndjekin pozitën, ose e ndjekin për thëmë qatë nivelin e përgjithësisë që apo dojnë, që se ti mund është mi mbajt një 12 muaj financiarisht me një rrogë ma të vogël, okej, mbaje, pse jo, që se qajo është të rëndësishme për ty, po në qëtë se jo, atëherë ndjekje pjesën financiare. Çka është tepër me rëndësi, me kuptuar që jo gjithçka rreth punës ka të bëjë se sa bukur po doket në LinkedIn. Me rëndësi është se për një me sa është vlera jote në qatë pozitën që ti je, edhe çka po mundesh me u zhvillu për te asaj. Unë e di që do kompani i japin pak titujt pak si zbukurim, e disa e bojnë pak që edhe me qo shtyshje për me ardhë, prap, nuk ka kur gjë keq, po, gjithmonë do të me kuptu një gjë shumë të rëndësishme. Që se ki titullin menaxher, atëherë kjo nuk kupton që po vjen me disa përgjegjësi dhe disa kompetenca që ndoshta titulli është i lidhur me përgjegjësitë edhe duhet me i nejt mrapa aty në përgjegjësive. Që se je person që i të menaxhu 10 persona, që ata 10 persona kanë familje, nuk është më veç titull për ty, është përgjegjësi për cilën një veprim i gabumi jote mundet me ndiku në 10 familje të tjera. Kështu që është një farë balanci që nëse mundesh mi gjetë të dyjat ose me punë me arrit të dyjat, perfekt, po kjo pjesa që veç me u dok, definitivisht e ka kohën e shkurt, kjo pjesa ku ti e arrin me siguri dhe kompetencë, që ajo është loja afatgjat që unë gjithmonë sugjeroj që ti me ndjek që ato. Hereza po mdoket me qitë pyetje, definitivisht po do me him pjesën e konsulencës, është një pyetjeve që na përballemi çdo ditë. Pyetja e Herezës është gabimet më të mëdha që i ke vrejt kompanitë në Kosovë të i bu. Unë mendoj që gabimi kryesor në kompanitë që buhen, sidomos në kompanitë në rritje, është që ata po e rrisin shitjet, po nuk po e përmirësojnë mënyrën se çysh po menaxhohen. Kryesisht pe ekipit vogël, që domethënë një person ka aprovu gjithçka, edhe tash që në rrit në ekip, prap pronari vazhdon gjithçka me aprovu, gjithçka do të mu lidh veç me pronarin, që se ai nuk e jep dritë në gjelbërt, keq senet ndalen. Proceset janë të ngadalshme, vendimet janë të ngadalshme, pjesa se qysh e mirë presin punëtorin e ri, po merr shumë gat, nuk ka onboarding, që i thojnë në anglisht me prit punëtorin e ri, janë procese që po marrin tepër gjatë që kjo ndikon edhe në funksionimin ose produktivitetin e vet kompanisë. Me i ra shkurt është që shitjet po rritën, po menaxhimi është të met me një vijë të drejtë. Kjo ndërlidhet pak me besimin, pak me proceset e punës, ose sa efikase janë këto proceset e punës, lidhet me pjesën e trajnimit të punëtorëve, ose sa fokus, ose sa përqendrim po jepet pjesës të zhvillimit të punëtorëve, edhe të gjitha këto ndërlidhen edhe me komponentën e teknologjisë. Shumë kompani që janë moderne, prap me shumë procese janë pej vitit 1980. Tash nuk është vetëm një komponent, po është zinxhiri këtyne që e bojnë një kompani me hec ç'është dohet. Kështu që gabimi më i madh pe këtyne që unë e fola është ndoshta komponenta e faktorit njerëzor.
mi besu pak ma shumë, po edhe mi jep ma shumë rëndësi komplet procesit se qysh po e zhvillon një person përmend kompanisë edhe qysh po e rekruton. Kështu që me përmbledh kisha me thonë me investu pak ma shumë në 3 shtylla: një, njerëzit, mi trajnu ma shumë, me bu procesin e rekrutimit shumë ma të mirë; e dyta, proceset e punës, edhe mi nejt besnik proceset e punës; edhe e treta, me adoptu teknologjinë ma shumë. Pyetja e radhës është pe Ilirit: qysh është e mundur me qenë konkurs për një vend punës që i përfshin 3-4 pozita të ndryshme me rrogë sa as për një pozitë? Pyetje valide definitivisht, po tash prapë unë po du mi diskutu dy anët e medaljes. Në disa kompani ka role që na i quajmë role hibride. Kryesisht rolet hibride janë në kompani të vogla, për arsye se një kompani që i ka ndoshta 5-6 veta nuk mundet me pas një kontabilist, një financer, një zyrtar burimeve njerëzore, tani një dizajner, tani një social media manager, e tjera. Do më pse se janë 5-6 veta. E kënë kupton që një person duhet mrena mundësive me imbulu 3 ose 4 funksione. Kjo nuk do të thotë që ti dush me u shfrytzu për 3-4 punë edhe pagën me pas shumë të vogël. Kjo definitivisht është shfrytëzim që se ti ki vitet eksperiencës edhe thjesht je të u shfrytzu për me imbulu shumë punë cilin kompania nuk po do me investu. Por, në të njëjtën kohë, duhet me kuptu që sa më e vogël që është kompania, me qaq shumë larshmëri të punëve ka me tra me u marë. Kompania tu zgjeru fillojna në profilizimin e punëve që ka bohen, ose që na i thojmë diversifikim i funksioneve përmend në kompanisë. Po supozojna me një korporat. Me një kompani të vogël, ekziston një person i burimeve njerëzore që e bën rekrutimin, trajnimet dhe shumë të tjera, ligjorën, kurse me një korporat e ki një person që mirët vetëm me rekrutim, një person që mirët vetëm me trajnime, një person që është vetëm për ligjore, e kështu me radhë. Kështu që kemi persona më të specializuar me një funksion. Kjo nuk është kur gjë keq, është vetëm mënyra që funksionojnë kompanitë ose mallësia kompanive, që realisht edhe kanë emërtime, po në qoftë se e vreni që kjo po keq përdoret, prapë sugjeroj që me bëni bashkë bisedim, me i caktu disa kufi, edhe thjesht me u takordu për ato që a keni fol për i fillimit. Rrogtari po pyet masave që ke hinë punë, mund është me lyp për rritje të rrogës. Nuk është një numër magjik, po është bo një fenomen ku në momentin e parë që të bo një vjet me lyp ngritje të pagës. Kjo nuk është të përcaktuar me ndonjë rregull ose me bazat menaxhmentit ose të burimeve njerëzore, po lidhet pak me pjesën e kohës, ku kryesisht kontratat janë për një vjet, kështu që rishikimi i kontratës do të më bëjë gjithçysh me një rishikim të pagës. Unë mendoj që me bu kërkesë për ngritje të pagës nuk e ka një numër të caktuar, që se ki arsye mund është me bu edhe mas 3 muje, se ndoshta gjatë intervistës u keq interpretu ose thjesht e ki pranu një ofertë për cilën mas 3 muje e ki pa që nuk po përkon me ato çka ti të e bu, pse mos me lyp një ngritje tjetër që është relevante me tregun ose me pagën e një kolegu që është që njëjtë që sa kohë në kompani me ty, i ka përgjegjësi të njëjta. Po, çfarë duhet me kuptu gjithashtu është që ngritja e pagës nuk kërkohet vetëm pse ti po bën një punë ose po bën punën mirë. Ngritja e pagës kryesisht ka një arsye pse kërkohet mas një periudhe të caktuar. Në shumicën e rasteve, këtu tash edhe pej themeleve të menaxhmentit, një person minimumi duhet 9 muaj brenda një kompanisë që me u adaptu me gjithçka edhe me fillu me tregu veten pe aspektet të performancës. 9 muaj. E tash, kur të bëhet një vjet, tek çatëherë ti fillon me qenë 100% produktiv përmenda një kompanisë. Unë e kisha me thonë që është e normalizume, ndoshta kur ti bën një vjet të gjys, që me u bë një rishikim pak më serioz i pagës. Te na në Kosovë kryesisht janë 10, 15%, 20%, në shtetet e jashtme kërkon nuk i ngritje të pagave më shumë se 5% ose 7%, po kjo është pak në relacion edhe me proporcionin e numrit, se te na 800 euro ose 700 euro nuk është njësi atje 3000 ose 3500 euro. Do më thonë përqindja pak lun në proporcion me vlerën e pagës. Po prapë, po du me cek që kjo do të më bo në diskutim me menaxherin ose me pronarin ose me CEO në kompanisë, me argumentu qartë,
pse jetu lyp ngritje page, a ka qenë pjesë e marrëveshjes paraprake, a është diçka për cilën të jetu e përshpejtuar dhe ki argumente pse, dhe të tjera. Unë kisha me thonë që është mirë gjithmonë që këto dhe gjatë intervistës me diskutu, po edhe gjatë kohës ku bëhet diskutimi ose nënshkrimi ose para nënshkrimit të kontratës, në mënyrë që me qenë sa ma transparent edhe jo mos me kriju pritshmëri të rrajshme se kur po do ka më bo ngritja e pagës. Pyetja e radhës është për Ronit. Pyetja është qysh me ditë sa me lyp rrogën që as mos me tepru shumë, po as mos me u mashtru me pak pare. Pyetja $1.000.000, edhe është nështë pyetja ma e vështirë ose pjesa ma e vështirë për secilin person që ka me shku me një intervistë ose thjesht ka me diskutu për një ofertë të punës. Ka disa komponente që unë kisha sugjeru që ju me i vlerësu paraprakisht se kur të vjen pyetja gjatë intervistës mos me u bloku ose mos me lyt këtë lojën ku intervistuesi të thotë po ti sa e ki pritshmërit, e tani ti thu po ti sa e ki buxhetin, edhe tani luhet një farë ping-pongi. Nuk ka kurrë keq, dy palët mund me bo këtë pyetje edhe është shumë e normalizume, po është shumë a mirë që se ti je i përgatitun që me ditë prej sa deri në sa është okej për ty. Qysh përcaktohet kjo? Fillimisht përcaktohet për nivelin e përgjegjësisë që e ki, për vitet e tua të eksperiencës, për pjesën që qysh është tregu momental, edhe pse tregu momental pak nuk po disha me thonë se kemi kompania që për të njëjtën pozitë po e kanë pagën shumë të madhe se po punojnë me jashtë, tani kompanitë vendore nuk po mujnë me ngritë qatë pagë edhe po duhet me pagu ma pak, po si do që tjetë me gjetë një mesatare. Normal, ju duni me pa pe aspektit të juj që është më rëndësishme, hajni të gatshëm me pranu një pagë më të vogël për një vend të punës ku mundi me marrë shumë njohuri të mëdha dhe keni shumë mundësi të zhvillimit, edhe kështu me radhë. Është më rëndësi që ju me vendos një vlerë prej A deri në B, mundi me thonë prej 800 deri në 1000. Ju kisha sugjeru që mos me vendos vlera prej 800 deri në 2000, se është një kapërcim shumë i madh edhe mas ne kjo ma shumë ju krijon juve pikë pyetje edhe vështirësi kur të bëni diskutimin, se sa me pas një vlerë pak ma të parafort, po supozojna 800 deri në 1000 ose 900 deri në 1200. Kjo është diçka që mirë është me përcaktu jo. Pse ju me pyet intervistuesin përpara se une që u thëm një shifër, a e keni ju një buxhet për cilin ju kishit mujt ma propozu mu, mundi me bu edhe një pyetje pasuse, a ka benefite, nëse po, çfarë lloje të benefiteve, e kështu me radhë. Merrni njerë të gjitha informatat, e mas nej ju e keni qatë shifër që paraprakisht e keni bu analizë edhe e keni nkry, edhe mundi qaty për qaty kur t'ju prezentoni informatat e reja, nështë me lëviz diçka pak. Po, te keni edhe një gjë parasysh. Pe eksperiencës teme dhe sugjerimi jam është që pej 18 deri në 25 vjet, primare gjithmonë do të me qenë zhvillimi juj, marrja e zanatit që i thojmë na, nuk po thëmë me punu pa pare ose milion pare të anash, pa tjetër që parët janë shumë të rëndësishme, por prioriteti numër 1 është që kjo. Për mi 25 vjet, filloni me u profilizu, për mi 30 vjet, filloni me kriju ekspertizë në punën e juj edhe kështu me radhë. Kështu që parët kanë marrë me një formë ose tjetrën, thjesht ju përcaktoni se qa është me rëndësi për juve në qatë moment, në qatë eksperiencë që e keni, me qato vjetë që ju i keni. Edhe për fond, faleminderit për këtë pyetjet e mrekullueshme që i keni bo, kanë qenë të jashtëzakonshme, unë e kisha dashur sa më shumë si pyetje me bo, edhe me sfidu edhe bizneset, po gjithashtu me sfidu edhe tregun e punës, pse vetëm për qëllimin që më bo më mirë për krejt. Shpresoj se këto përgjigje ju kanë ndihmu, edhe sa do pak ju kanë jep një udhëzim edhe më ju përgatit pak për intervistat punës ose për këto muhabetet e vështira që janë në vendin e punës, po nëse keni pyetje shtesë, ndjeni vështirë me më kontaktu në social media edhe mundemi me bashkëbisedu me ato që. Mirupafshim.